Trajtoni problemet e sinusit për 20 minuta me këtë recetë. Bllokimi i undëve është gjëja më e bezdisshme që mund t'i ndodhë ndonjëherë. Pavarësisht nga moti i keq ose jo, kjo ndodh si rezultat i infeksioneve të sinuseve ose për shkak të ftohjes. Pastrimi i undëve zakonisht kërkon 1 javë ose 2, por kjo është një metodë shumë e shpejtë. Ajo çfarë duhet të bëni është të ndiqni udhëzimet në këtë video sipas Health Foodie House. Pastroni sinuset për 20 sekonda. Vendosni gishtin e madh në mes të vetullave. Ushtroni presion të butë për 20 sekonda. Sinuset do të fillojnë të zhbllokohen brenda 20 sekondave. Duke shtypur pikën në mes të vetullave do të arrini të lironi sinuset pa nevojën e medikamenteve shtesë. Gjithashtu, konsumi i rregullt i uthullës së mollës ndihmon sinuset e bllokuara që të çlirohen brenda 4 ditëve. Por gjithashtu nëse gjendja juaj është e rënduar, duhet të paraqiteni tek mjeku për një trajtim më të specializuar.